Një shekull më parë, me 25 tetor 1925, në Kavajën tonë të dashur, unë qis një ëndër. Një ëndër që u konkretizua me themelimin e një klubi futbolli. Një klub futbolli që do të bëjë simboli pasionit për lojën e bukur dhe një burim krenarie për të gjithë qytetin tonë, klubi sportiv Pesa. Në 100 vite histori që pasuan që nga jo ëndër, Pesa nuk ka qenë thjesht një klub futbolli, ka qenë shkolla e talenteve, djepi yjeve dhe fidanishtja e brezave që i kanë dhënë tonin futbollit shqiptar. Të gjithë ju që keni mbartur në gjok stemën e ekipit dhe keni mbrojtur me fanatizëm vlerat sportive që ky klub i ka me bollëk, jeni heronjt tanë. Jeni ata që na keni bërë të përjetojmë kontrastet më të forta, nga deliri një fitoreje tek frika e një humbjeje, nga ankthi i një rasti të humbur tek brohorimat e rjetës së tundur, nga druarja për 3 pikët tek shpresja për kampionatin, nga drama e 90 minutave tek nga zëllimi i golit të shtesave, dhe nga frika e lotit tek falënderimi ndaj Zotit. Klubi sportiv Pesa, një shekull dashurie për ngjyrat e kësaj fanele, një shekull krenarie për yjet dhe emocionet e bukura që na keni dhuruar, një shekull dashuri për golat, arritjet, sfidat e peripecit, sepse si do qofshin rrethanat, ti në zemrat tona zëvendin më special. Urime 100 vjetorin e themelimit ekipit ton të zemrës. Të ngrihemi në këmbë për të dëgjuar himnin kombëtar të ekzekutuar nga banda e qytetit. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur në festën tonë të përbashkët, në një festë që na mbush me emocion edhe krenari. Jemi me fat që sot do të nderojmë emrin, historinë, traditën e madhe të një klubi futbolli që ka luajtur një rol të rëndësishëm në historinë e futbollit shqiptar. Kam nderin dhe privilegjin për të ftuar mes duart rokitjeve për të mbajtur fjalën e rastit në 100 vjetorin e Besës, kryetarin e Bashkisë së Kavajës, zotin Fisnik Qosja. Mirëmbrëma të gjithëve, të nderuar qytetarë të Kavajës, i nderuar presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit zoti Armando Duka, shkëlqësia juaj zoti presidenti i Republikës Bajram Begaj, të nderuar deputet, përfaqësues të institucioneve, personalitetet të shquara, të dashur sportdashës, ish lojtar, trajner, legjenda të Besës. Miq dhe dashamirës të sportit, të nderuar zonja dhe zotëri. Në emër të gjithë komunitetit Kavajës, ju uroj mirëseardhjen në këtë ditë të madhe për qytetin tonë. Një ditë që na bashkon të gjithëve në një ndjenjë të përbashkët krenarie për ekipin tonë të zemrës Besa Kavajës, e cila mbush sot 100 vjeç. Një shekull më parë, disa burra dhe të rinj Kavajës të aspiruar për futbollin, ndezën një dritë që nuk është shuar më kurrë. Ajo dritë u quajt Besa e Kavajës. Besa ishte më shumë se një klub sportiv,
Ishte një mënyrë e të jetuarit, një ideal, një premtim që kavajësit të bën vetes dhe njëri tjetrit, se gjithmonë do ta mbajmë lart emrin e qytetit të tyre me ndershmëri, guxim dhe më shumë dashuri. Në këto 100 vjet, Besa nuk ka qenë vetëm një skuadër futbolli. Ajo është bërë pjesë e ADN së Kavajës, një simbol që na ka bashkuar përtej brezave, përtej bindjeve, përtej dallimeve. Prandaj, në këtë përvjetor jubilar, ne nuk mund të festojmë vetëm një klub sportiv. Ne festojmë një qytet të tërë, një identitet që është formësuar bashkë me këtë emër, një histori që ka lidhur brezat e tërë me dashurinë për futbollin dhe për qytetin. Kavaja ka jetuar me futbollin, Kavaja ka folur për futbollin, Kavaja ka ndërruar për Besën. Në 25 tetor të 1925-s, në një kohë kur Shqipëria po ndërtonte shtetin e saj të ri, themeluesit e klubit, qytetarët e Kavajës kishin një ëndër. Ata e quajtën klubin Besa sepse në të emër donin të gjenin kuptimin më të pastër të karakterit Kavajës dhe mbi këtë emër ata projektonin të ardhmen e këtij qyteti. Besa jonë e zemrës përfaqëson shpirtin e gjallë dhe të pavdekshëm e të gjithë brezave të Kavajës, e të gjithë etapave ndoshta edhe betejave historike të këtij qyteti të vogël, por me zemër të madhe, i cili ka dhënë kaq shumë për Shqipërinë. Ndërsa mbledhemi sot në bulevardin Josif Budo për të nderuar këtë kujtim të lavdishëm, për të përulur me mirënjohje përpara të gjithë atyre që kanë ndërtuar historinë e Besës Kavajës, e për të futbollistët, trajnerët, stafin mbështetës, tifozët e zjarrit të Kavajës, legjendat që kanë bërë historinë. Ne nuk harrojmë se kemi detyrën e shenjtë për të çuar përpara këtë traditë krenare të qytetit tonë. Ta trashëgojmë atë tek fëmijët tanë, duke e ruajtur, duke kultivuar, duke e mbajtur gjallë me dinjitet. Të dashur miq, mblidhemi në këtë jubile në një moment kur drita e Besës Kavajës nuk ndriçon më si dikur dhe natyrshëm qyteti e vuan këtë. Historia e Besës është lidhur ngushtë me stadiumin e Kavajës, vendi ku janë derdhur lot gëzimi, emocione për skuadrën, por edhe në arenën ku kurdisi ore e kthesës madhe historike të Shqipërisë me 25 mars 1990-s, nga ku do të fillonte fillimi i fundit të regjimit komunist. Me mira Kavajës, familjarët të afërm tan u bën një trup i vetëm në thirrje kundër regjimit, duke çuar rrethimin 45 vjeçar që ishte bërë shqiptarëve dhe duke hapur rrugën pa kthim drejt lirisë. Stadiumi i Kavajës nuk ishte thjesht një objekt sportiv, ai duhet ishte një moment shpirtëror i Kavajës dhe i Shqipërisë. Në ditën kur ai u dëmtua, kur u degradua, çdo Kavajës e ndjeu sikur ishte rrëzuar një pjesë e vetvetes. Qyteti nuk mund gjej kurrë paqe derisa këtë stadium të vetë dhe derisa Besa të luajë në shtëpinë e saj. Si qytetar i parë i Kavajës, si një tifoz i Besës, si një Kavajës puro, si një prind që ka vendosur të rrisë fëmijët këtu, e kam ndjerë këtë përgjegjësi si një peshë të rëndë për zgjidhjen e saj në një akt besimi dhe dashurie ndaj Kavajës. Stadiumi ynë i ri do të jetë një simbol i ringritjes dhe qendresës, ashtu siç është vetë Kavaja dhe siç duhet të jetë dhe ekipi jon i zemrës Besa. Fal Zotit, fal punës tonë, fal mbështetjes së presidentit Armando Duka. Ne tashmë kësaj përgjegjësie i kemi dalë për Zot. Dhe shtëpia e re e futbollit Kavajës do të jetë së shpejti realiteti i bukur dhe krenar për Kavajësit, jo vetëm duke i rikthyer lavdin e dikurshme, por edhe duke shndërruar në një ndër hapësirat arkitektonike më të bukura të Republikës së Shqipërisë. Stadiumi i ri Besa, me kapacitet prej 8000 personash, do të ridimensionojë të gjithë zonën. Ai do të jetë vërë në lëvizje të gjithë potencialin e saj, po vetëm duke i shkthyer dinjitetin, por duke transformuar në një hapësirë urbane më tërheqëse dhe më organizative në vend. Stadiumi Besa do të përjestojë ngjarje historike dhe emra të gjithë futbollistëve, punojësve, drejtuesve, tifozëve, legjendave të futbollit tonë, të një hapësire muzeale unike për cilën të jeni të gjithë të bindur që të gjithë Kavajësit do të jenë krenar. Ky është një premtim ndaj futbollistëve tanë të cilët do të japin vendin që u takon. Por nëse borxhi ndaj historisë, ndaj qytetit, ndaj futbollistëve dhe legjendave të Besës do të shlyhet me ndërtimin e stadiumit, asgjë nuk do të ketë kuptim nëse nuk shlyhem borxhin për popullin futbolldathesh Kavajës, tifozëve tanë të zjarrt, ata që nuk ndalen asnjëherë nga skuadra, e ku spikasin fëmijët dhe të rinjt. Borxhi ndaj sportdashëve dhe fëmijëve tanë mund shlyhet vetëm kur Besa e Kavajës të shkojë atje ku ka hije të jetë. Në çdo dekadë, në çdo brez ka pasur burra dhe djem që kanë veshur me krenari fanellën verdhëzi. Ata kanë vrapuar në fushë të ndryshme të Shqipërisë, shpesh me kushte të vështira, por me zemër të madhe. Ata kanë mbajtur mbi supe jo vetëm ngjyrat e klubit, por edhe krenarinë e një qyteti të tërë, dhe për këtë do të ketë mirënjohjen e përjetshme të qytetit. Sot Bashkia Kavaj është e përkushtuar që kjo histori të vazhdojë. Ne duam që çdo fëmijë i Kavajës të ketë mundësinë të ndjekë ëndrrën e tij, të rritet me dashuri për sportin dhe me krenari që vjen nga ekipi i Besës.
Po punojmë për të krijuar kushtet më të mira për futbollin dhe ekipin, për të rritur për Akademinë e Futbollit, për brezat që do të mbajnë nesër fanellën verdhëzi. Besa e Kavajës e ka folenë e saj në elitën e futbollit shqiptar. Të veshësh fanellën e saj është privilegj dhe përgjegjësi e madhe. Këtë nuk duhet të harrojmë askush. Të nderuar motra dhe vëllezër. Ndërsa festojmë sot 100 vite jetë të ekipit tonë të zemrës, ne nderojmë historinë e atyre që kanë veshur fanellën hije rënd me ngjyrat verdhëzi. I përket atyre nderimi i vlerësimi i kësaj dite. Sot në këtë ditë historike ne i përulemi me respekt gjithë atyre që ndërtuan këtë rrugtim, atyre që vunë gurët e parë të këtij klubi e që dhanë gjithçka për tifozët e zjarrt e drejtues dhe stafet për gjatë viteve. I përulemi të gjithë futbollistëve dhe legjendave të Besës që ne kanë bërë histori. I përulemi të gjithë atyre që nuk janë më sot mes nesh, por që do të mbeten përjetësisht pjesë e kujtesës tonë. Besa lindi si një dritë për qytetarët e Kavajës, ajo ishte më shumë se një ekip futbolli. Ishte një ideal e cila në një farë mënyrë e themeloi një kohë qytetarie dhe vlerash të mëdha të cilat gjyshërit tanë të parët tanë ne kanë rrëfyer me emocion. Një histori e pastër dashurie për qytetin dhe pasionin për futbollin që ka formuar identitetin dhe kujtesën tonë të përbashkët. Prandaj, le ta ruajmë më shumë këtë dritë, ta dua më shumë atë, ta trashëgojmë atë e ta bëjmë të ndriçojë fort në majat e futbollit shqiptar siç i ka hije. Mirënjohje për jetë të gjithë futbollistëve dhe legjendave të futbollit Kavajës, gëzuar të gjithëve Kavajës i 100 vjetorin. Për jetë me ty Besa, jonë e dashur. Faleminderit. Faleminderit zoti kryetar, faleminderit edhe për kontributin dhe mbështetjen maksimale që i ke dhënë futbollit Kavajës, ndërkohë që na nderon me prezencën e tij sot, shkëlqësia e tij presidenti i Republikës zoti Bajram Begaj, të cilin unë e ftoj në këtë skenë për të mbajtur fjalën e rastit. I nderuar kryetari i bashkisë, të nderuar deputet, i nderuar presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, të nderuar drejtues të klubeve të futbollit dhe ish futbollist, të dashur qytetarë të Kavajës, miqë të ftuar. Kjo mbrëmje është e veçantë, është e mbushur me shumë histori, kujtime, nostalgji dhe mbi të gjitha me shpirtin e festës, e kësaj feste që bashkon gjithë qytetin e Kavajës. Nuk është e lehtë të flasësh për atë çfarë është më e dashur për një qytet, për njerëzit e atij qyteti, e aq më pak dhe aq më shumë, sidomos në jubile të tillë, në 100 vjetorin e klubit të futbollit Besa të Kavajës. Besa, skuadra jonë, është më shumë se sa një bluzë, është më shumë se sa një ndeshje apo rezultat. Besa e Kavajës është frym për nga mënyra e të qenurit dhe të jetuarit për njëri tjetrin. Është një familje ku kanë jetuar bashk gjenerata të shumta me dashuri të thellë për futbollin. Çdo ndeshje, çdo brohoritje, çdo rezultat, çdo moment ka bërë që zemrat e të gjithëve të rrajnë fort. Besa ka qenë dhe vazhdon të mbetet një emocion i madh. Pjesëtarët e këtij klubi, të gjithë ata që kontribuan, që nga themelusit, sportistët, trajnerët, ndihmësit, arritën të ndërtojnë diçka më të madhe se sa një skuadër futbolli. Ata ja dolën sepse kanë patur gjithmonë me vete një qytet që beson të vlerat e larta të përkushtimit, të ndershmërisë dhe të punës. Besa na ka bërë të përjetojmë çaste gëzimit të paharrueshme, por edhe momente vështirësish. Pavarësisht gjithave, Besa ka qëndruar në kohë, sepse një ekip i tillë jeton përmes kujtimeve, përmes fuqisë për të bashkuar njerëz, përmes vlerave të larta të sakrificës, mirënjohjes dhe dashurisë për futbollin dhe për qytetin. Në historinë e Besës gjejmë edhe historinë e Kavajës sonë të dashur, qytetit të njerëzve të Besës, të besimit fetar dhe respektin ndaj besimit të tjetrit, të qytetit pishtar të demokracisë në Shqipëri, të qytetit që futbollin e ka pjesë të identitetit të vet.
Besa ka qenë dhe mbetet një nga klubet më të nderuara të futbollit shqiptar. Emri i saj ngjall kujtime për ndeshje që ndezën stadiumet, por edhe me shumë futbollistë të mëdhenj. Unë do të përmend disa prej tyre, të më falni, janë shumë. Unë pash edhe kur erdha në rrugë që ishin fotografitë e shumë futbollistëve, po dua të përmend Çamil Telitin, Qemal Voglin, Shepqet Topin, Agim Dizdarin, Dhimitër Dimrosi, Naim Allaj, Muarrem Karriqin, Remën e Madh, Nimet Mërori, Zenel Kashami, Bujar Pagria, Kujtim Shtini, Xhavid Daiu, Agron Karriqi, Besnik Dyla, Dash Bajaziti, se të gjithë e mbajnë mend Dashin, se është i kohës tonë, Sotir Shtini, Altin Rakli, Andi Lila e Sokol Cikaleshi, e deri më të rinjt që na bëjnë krenar si që është Mario Ndaj Sinani dhe Tedi Cara, cilët nderojnë dhe vjojnë të nderojnë fanellën e Besës ndër vite. Jemi krenar për ta dhe për shumë futbollistë të tjerë të nderuar që në pamundësi për t'i përmendur të gjithë, kanë lartësuar emrin e Besës, kanë lartësuar emrin e qytetit tonë, kanë mbetur gjithmonë në kujtesën tonë. Veçanërisht vitet 70-80, mbeten në kujtesën e futbollit shqiptar si epoka e artë e klubit Besa, kur ajo u bë sinonim i lojës bukur e të zjarrt, i pasionit dhe shpirtit sportiv që nuk dorëzohej kurrë. Të tilla emocione i ka përjetuar çdo njeri, i kam përjetuar edhe unë personalisht. Ishte aq bukur të ishe pjesëmarrës në gjitha ndeshjet, kur binin nga gjitha fshatët dhe zonat e qytetit Kavajës për të mbushur shkallët e stadiumit e për t'i dhënë zemër ekipit tonë. Për mua më shumë se çdo trofe, më shumë se çdo rezultat, vlera e madhe e Besës qëndron tek shpirti i tifozërisë, që e kanë ndjekur dhe e ndjek kudo dhe vjon ta mbështes me gjithë shpirt, siç kavajasit bëjnë kur duan dhe besojnë tek një vlerë. Të dashur qytetar të Kavajës, Besa duhet jetë edhe sot shembull i kësaj filozofie. Një klub që nuk rrit vetëm lojtar, por njerëz me vlera, me pasion, me përgjegjësi ndaj vetes dhe komunitetit dhe me dashuri për Shqipërinë. Ndaj ajo meriton mbështetje. Të mbështesësh futbollin do të thotë të investosh tek e ardhmja e një rinjie të shëndetshme. Bashkohem me kryetarin e bashkisë kur falenderoj presidentin e Federatës Shqiptare të Futbollit për vëmendjen e treguar për ndërtimin e stadiumit të ri të Besës. Kavaja e meriton stadiumin, meriton edhe të jemi në kategorinë superiore. Por për këtë është gjati që duhet na bëj krenar. Në këtë kuptim, Kavaja dhe Besa janë shembuj se si dashuria për një skuadër bëhet dashuri për qytetin dhe për vendin. Ndjemtë e Besës që kanë arritur të veshin fanellën kuqezi, e kanë treguar më së miri këtë. Ne të gjithë jemi krenar me ta. Në këtë ditë jubileu, nderojmë të gjithë ata që e ndërtuan këtë histori, trajnerët që formuan breza të tërë sportistësh, futbollistët të cilët dan gjithçka për fanellën, tifozët Kavajës që kur nuk e lanë skuadrën vetëm, për gjithë ata që e mbështetën dhe vazhdojnë ta mbështesin, si dhe ata që e dokumentojnë dhe vazhdojnë ta dokumentojnë historinë e saj. Urime qimbjetorin e Besës, urime për jetë klubi sportiv Besa, shumë faleminderit për ftesën. Ndërkohë që Besa është një pjesëtare e denjë e familjes së madhe të futbollit dhe unë kam kënaqësinë që në këto momente të ftoj një tjetër mik shumë të dashur që ka dhënë një mbështetje konkrete për futbollin Kavajas dhe ai është presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, zoti Armando Duka. Të nderuar futbollist, ish futbollist, trajner, ish trajner, tifoz e qytetar të Kavajës, mirëmbrëma dhe faleminderit që më keni bërë pjesë të kësaj feste shumë të rëndësishme për qytetin tuaj dhe për klubin e futbollit Besa.
Jam shumë i nderuar që në emër të Federatës Shqiptare të Futbollit të falenderoj Presidentin e Republikës Shqipërisë për pjesëmarrjen sot në këtë ceremoni, por edhe për kujdesin e tij për zhvillimin e futbollit në Shqipëri. Një falenderim shumë të veçantë kryetarit të bashkisë, jo vetëm për organizimin e ceremonisë, por për mbështetjen ndaj futbollit dhe për bashkëpunimin shumë të mirë me stafin e Federatës Futbollit për ndërtimin e projektit të ri të stadiumit Besa. Sot jemi për të festuar 100 vjetorin, datëlindjen e 100 të klubit futbollit Besa, të asaj që në Kavaj mbase është paralele me fen. Është gjëja më e rëndësishme dhe më e dashur për qytetin. Dhe në këtë përvjetor, unë do doja të falenderoj ato që themeluan klubin Besa. Do doja të falenderoj atë gjithë ata që kanë kontribuar, të shpreh mirënjohje dhe të falenderoj ata që kanë kontribuar në gjithë këto 100 vite. Është e pamundur për mua dhe për çdo kënd, mbase edhe për Fatmire Ficën, që të përmendit gjithë ato që kontribuan në klubin e futbollit Besa dhe në rezultatet e saj. Besa ka qenë një nga klubet më të rëndësishme dhe me kontribute të mëdha në futbollin shqiptar, në kampionate, në ndeshje, në trofera. Ka luajtur disa finale. Dhe më së fundmi, në drejtimin e presidentit në gjatë Bishdili i fitoi Kupën e Republikës në vitin 2007, 2010 dhe Superkupën në 2010. Unë do doja t'i falenderoja me emër disa nga figurat e spikatura të futbollit Kavajës, duke kërkuar falje sepse thash nuk mundet që në një ceremoni të tillë të përmendësh të gjithë qindra apo mira futbollistë që kanë kontribuar në këtë zhvillim futbollin Kavaj. Ato më të spikaturit që nga fillimi i saj, Irfan Berati, Sulejman Karkini, Femi Kazazi, Vasip Alushi, Qomil Teliti, Alush Merhori, Qemal Vogli, Hasan Gërmoni, Dimitër Dimroci, Qemal Gravadari, Agim Dizdari, Naim Alaj, Xhavid Daiu, Nimet Merhori, Zenel Kashari, Bujar Pagria, Azem Mullaliu, Dash Bajaziti, Altin Rakli, Andi Lida, Sokor Cikaleshi, Besnik Dyla, Abdyl Kuriu, Emi Hana. Ata përfaqësojnë historinë dhe pasionin dhe vlerat e vërteta të klubit të Besës, por jo vetëm ata, por edhe shumë të tjerë. Por mbi të gjitha ajo që ka bërë Besën të pavdekshme është fryma dhe e komunitetit dhe dashuria e kavajsëve për futbollin. Unë nuk jam dakord realisht me ato që tha kryetari i bashkisë që sot 100 vjetori Besën e ka gjetur në ditët jo të shumë mira. Futbolli është i bukur sepse duhet ta luash atë me pasion pavarësisht në kategorinë apo në nivelin se ku luan. Duhet ta mbështesësh atë dhe ta dashurosh atë. Futbolli në Kavaj ka zhvillime pozitive. Ka 2 fishin e fëmijëve që luajnë futboll, ka një infrastrukturë më të mirë për akademinë e futbollit në Kavaj, por fatkeqësisht stadiumi në cilët duhet luajë ekipi i parë nuk është në gjendjen më të mirë apo nuk ekziston fare, për arsye të tërmetit të 2019-s i cili e shkatroi atë dhe nuk u rindërtua më. Por megjithse në 6 vite më vonë, siç e thash dhe në fillim, në bashkëpunim me Bashkinë e Kavajës, ne kemi vendosur dhe kemi finalizuar projektin për ndërtimin e stadiumit të ri në Kavaj, i cili tashmë është miratuar projekti i tij dhe arkitekti i Studios Focus më vonë do ta prezantojë atë. Të dashur miq, ky 100 vjetor është një moment për të ndalur dhe për të reflektuar mbi rrugën e gjatë që ka kaluar dhe që ndërrojnë shumë për të ardhmen. Besa meriton shumë më shumë në përgjithësi, qyteti Kavajës meriton shumë më shumë dhe pikërisht për këtë, bashkia, klubi i Besës, Federata e Futbollit, i gjithë komuniteti do bëjnë pamundurin që të ofrojnë kushte më të mira, futboll më të mirë dhe më cilësor. Për ta përfunduar, unë ju falenderoj edhe një herë, ju uroj shumë suksese futbollit në Kavaj, ju uroj gjithë fëmijët e Kavajës të kenë kushte sa më të mira dhe ta përkrajnë lojën më të dashur të kavajsëve dhe të gjithë botës. Faleminderit shumë.
Faleminderit president, e di që keni një surprizë sot për kryetarin e bashkisë, zotin Qosja. Flamurin e kapitenit dhe një fanell në nder të 100 vjetorit të klubit të Besës, që siç e tham, me një emër, me një traditë dhe me një histori shumë të madhe. Një dhuratë simbolike. Ja, dhe fanella. Faleminderit, ndërkohë. Tani, unë, si që thash dhe në fjallën time, do të ftoj arkitektin e Studios Focus për ta prezentuar projektin e stadiumit ri, i cili do të filloj punë në muajin e ardhshëm dhe kemi marrë përsipër bashkë me kryetarin që në harkun e 18 muajve atë ta inaugurojmë. Faleminderit. Faleminderit shumë president për prezencën, por edhe për këtë projekt ambicioz, një tjetër perl i shtohet të gjithë rrjetit dhe infrastrukturës futbollistike në Shqipëri. Përshëndetje të nderuar përfaqësues të institucioneve, miq sportit, qytetar të Kavajës. Për mua dhe për ekipin ton të projektimit, është një nder shumë dhe një kënaqësi e madhe të prezantojmë sot projektin e stadiumit të ri Besa, një vepër që mbart në vetvete historinë, pasionin dhe energjinë e këtij qyteti. Sot ne nuk prezantojmë vetëm një projekt ndërtimi, ne prezantojmë një vizion për të ardhmen, një hap për para sportit dhe për qytetin. Stadiumi do të jetë jo vetëm një fush futbolli, por edhe një hapësirë e hapur për njerëzit, për aktivitetet, për të rinjt që ndërrojnë. Faleminderit të gjithëve për mbështetjen, për dashurinë e Besës, për besimin që na keni dhënë. Le të filloj prezantimi. Përshëndetje të gjithëve. Ndoshta do më duhet më mirë që për sa i përket projektit të ri të stadiumit të Kavajës, është një projekt që përfshin të gjithë sheshin e stadiumit aktual, ndodhur midis shëtitores Kavalion dhe rrugës Taulantja. Pak historik të shpejt për skuadrën Besa, ashtu siç folën e të gjithë parafolësit, që është një ekip futbolli që i ka kaluar një periudhë 100 vjeçare të aktivitetit të saj. Stadiumi i Kavajës është ndërtuar në vitin 1968 për t'u hapur në vitin 1974. Më pas i është nështruar një restaurimi në vitin 1990 dhe ja ku jemi sot, ku në vitin 2025, si pasojë e tërmetit të vitit 2019, stadiumi nuk është më funksional si objekt. Kështu ka lindë dhe nevoja për ndërtimin e një objekti të ri, i cili nuk do të jetë thjesht një stadium, por do të ketë disa funksione të tjera brenda tij. Përveç funksionit të tij kryesor, që është ajo i sportit, do të ketë edhe disa ambiente shërbimi, zyra për mediat dhe shumë funksione të tjera që do të jenë në funksion të komunitetit. Stadiumi i ri ngrihet në gjurmën aktuale të stadiumit, fusha është në të njëjtin pozicion, dhe kapaciteti i stadiumit të ri është 8.000 vende. Një stadium i kategorisë 4. Përsa i përket trajtimit të arkitekturës, ai është një objekt me një arkitekturë moderne, me linja organike. Këtu shfaqet edhe një planvendosje e objektit të ri, i cili përfshin edhe trajtimin e komplet gjithë shesheve që kemi përreth stadiumit. Stadiumi, ashtu si thamë edhe më përpara, nuk do të jetë vetëm një stadium, do të ketë pjesën e katit në tokë që do të ketë disa poste parkimi në funksion të stadiumit, por edhe në funksion të gjithë qytetit të Kavajës. Në pjesën e katit përdhe kemi të gjithë funksionet që i përkasin lojtarve, zyrave të UEFA-s dhe ambiente shërbimi që mund të përdoren për funksionet të ndryshme, duke qenë se sheshet tashmë do të kenë një ambiente rekreative dhe një funksionalitet më të madh për qytetin e Kavajës.
Këto janë disa pamje vizualizime të cilat ne i kemi bërë për projektin e ri, se si do të duket ai nën, po themi, të gjithë peizazhin e qytetit të Kavajës. Për sa i përket trajtimit të fasadës, është menduar që të përdoren vetëm 3 materiale bazë: alumini, xhami dhe betoni pigmentuar. Kjo është një pamje nga hyrja kryesore e stadiumit, ku shifet qartë dhe ambientet e shërbimit në funksion të sheshit. Gjithashtu edhe kjo është një pamje se si do duken të gjitha tribunat anësore bashkë me tribunën kryesore të stadiumit. Faleminderit. Komplimente për punën, do t'jetë një kryevepër arkitekturore, por mbi të gjitha një dhuratë shumë e bukur për klubin e futbollit Kavaja, ndoshta edhe një stimul më shumë që duhet të rikthehet shumë shpejt në kategorinë superiore aty ku i takon. Fatmir, fjala për ty. Faleminderit Hygerta, vërtet këtë mbrëmje e bën të bukur, shumë të bukur madje, grupi i arkitektëve, iniciuar natyrisht nga mbështetja e madhe e zotit president të FSHF, zotit Duka, dhe natyrisht për kushtet tona të Kavajës, nga kryebashkiaku plot energji, njeriu që vërtet ka një vizion të shkëlqyer për ta quar sportin Kavajas, futbollin gjithnjë e më përpara. Më lejoni tani t'ju prezantoj një tjetër gjë që ka lidhje me historinë, sepse këtu unë do mbetem shumë besnik. Është përgatitur një dokumentar historik mbi 100 vite të rrugëtimit të besës Kavajës, me aq shumë prodhimtari, me aq shumë talente, me aq shumë traditë dhe vlera. Ndërsa, gazetari, miku, shoku, kolegu ynë i dashur dhe një mik i Kavajës, zoti Defrim Methasani, ka bërgati vetëm pjesën e parë të dokumentarit për një arsye të thjeshtë. Futbolli, ne e dim të gjithë, luhet me 2 pjesë, por pjesën e dytë, duke marrë këto konsiderata që vinë nga kjo ceremoni festive, do t'jetë një ekstrakt i dytë, i javën e ardhshme, ku dokumentari, pjesa e dytë, dhe kjo që pëndodhë sëmte, që është një histori më vete, do t'jetë pastaj për poplin sportdashës të Kavajës dhe jo vetëm, do t'gëzoj, do t'thoj atë madhe të vogël kudo në Shqipëri dhe anemban Ruzullit, ku jetojnë Kavajas dhe Shqiptar, sepse besa nuk është vetëm e Kavajës. Ajo ka qenë, është dhe do të mbetet një emër shumë i madh. Ftoj tani të ndjekim së bashku pjesën e parë të dokumentarit kushtuar me titullin 100 vjet verdh e zi. Faleminderit. Sa shumë emocione nga ky dokumentar. Jeta e këtyre burrave të futbollit. U shpalos në një pjesë të parë, e përmendëm, të dytën do ta kemi shpejt në radio televizionin shqiptar, edhe me plot detaje të tjera që nuk u tham tani, por do t'i kemi më të plota. Në këtë 100 vjetor, besa e Kavajës duket më e rinuar se kurrë. E tregon këtë, edhe himni i besës i ripërpunuar nën orkestrimin e Enis Mullaj, kënduar nga tenori Kavajas, Redon Sinella. E ndjekim së bashku.
Faleminderit Redon, faleminderit për atmosferën që solle, ndërkohë do të qëndrojmë në të njëjtën atmosferë, sepse koreografi Kavajas Myrteza Dimni, në një titull interesant 99 sfida, nëpërmjet grupit të kërcimit do të na zbuloj sfidën e 100, që na shkon edhe për 7 në këtë festën tonë për 100 vjetorin e Besës. Ftoj fëmijët në sken. Ndërkohë që siç e pat edhe nëpërmjet dokumentarit apo edhe librit që vetë komentatori dhe gazetari i njohur Fatmire Fica dhuroi presidentit të Republikës zotit Begaj, në këtë 100 vjetor është realizuar ky libër 100 vjet Besa, tashmë është edhe në bibliotekën e qytetit, një dhuratë shumë e bukur në këtë shekull jete të ekipit të Besës, dhe unë do të ftoj gazetarin e minjor Bujar Qesja që të flas pikërisht për këtë libër me shumë vlera për historinë e klubit Verdezi. Vazhdojnë sfidat në këtë 100 vjetor të Besës, pasi 100 vjet historia futbollit, 800 faqe libri dhe mu më takon të përshnes vetëm me një faqe. Kjo është një koncentrim i jashtëzakonshëm i asaj që mund të bëja. Jam së bashku me botuesin e këtij libri, një libër fantastik, me peshë jo vetëm të rëndë, si peshë fizike, po dhe një peshë të rëndë të 100 vjetorit, me Aurel Kaçulinin, së bashku me Dbirin, Jozefin, pra komplimenta për këtë botim shumë cilësor. Të nderuar qytetarë të Kavajës, dashamirës të sportit, miq të futbollit shqiptar, përfaqësues të lartë të shtetit. Sot në këtë shesh të ndriçuar nga kujtesa dhe krenaria ne jemi pjesë e historisë, sepse sot Kavaja feston një shekull jetë, një shekull lavdi, një shekull besë. Një qytet jo i madh në përmasa, por i madh në shpirt,
në tradit dhe në dignitet. Një qytet që e ka bërë sportin stil jete dhe futbolin gjuhë të shpirtit. Këtu çdo fëmijë mëson të ecë, duke goditur topin. Çdo shtëpi ka një kujtim nga Besa dhe çdo zemër rre në ritmin e saj. Sepse Kavaja pa Besën është si deti pa val. Në këtë jubilet të ardhur vjen para nesh një vepër monumentale, 100 vjet Besa e autorit Fatmir Fica. Një njeri që ka ndjekur rrugën e këtij klubi me laps në dorë, me zemër në shënime dhe me shpirtin në fush. Trupi imët, por i stuhishëm në energji, i qetë në duke, por i furishëm në pasion. Ngjan me ata zogjë të vegjël që mbajnë qiellin me krah të lehtë. Ka mbledhur në 800 faqe një shekull ndjenjash, duke kthyer shifrat në jetë, kronikat në kujtime e kujtimet në përjetësi. Është statisticien, historian dhe kronikan i shpirtit sportiv të Kavajës. Jo rastësisht qytetar nderit këtij qyteti, që e do si sytë e ballit. Në faqet e tij rrin krah për krah brezat, nga legjendat e viteve të hershme deri tek bijtë e sotëm që mbajnë gjallë fanelën verdh e zi. Aty gjen merorët, dajit, karriqet, bajazitët, hushët, gjocët, maliqatët dhe si në mozaik shfaqen Zini Gjinali, Qemal Vogli, Sul Maliqati, Bet Vila, Qamil Teliti, Mit Dimroqi, Qemal Gravardari, Ali Fehaj, Pelaj, Barz Gjelegu, Xhavid Daiu, Muharrem Kariqi dhe të tjerë, si Agim Dizdari, Shefqet Topi, Sedli Lamani, Zenel Kashami, Shqyqyri Qerolli, Azemul Aliu, Hasan Zyla, Aki Arkaxhiu, Besnik Dyla, Nimet Merori, Durim Shtini, Naim Allaj, Sotir Shkurti, Selin dhe Esat Gjoci, Hasan Germani, Bujar Pagria, Përparim Daiu, Andi Lila, Abdyl Kuriu, Altin Rakli, Altin Rica e dhjetrat të tjerë që e dhanë Besës frymën, jetën, pavdeksin. Ky libër është pashaporta kujtesës sportive të Kavajës, një qytet që ka ditur të ndërtojë identitetin e vet mbi ndershmëri, besë dhe dashuri për lojën e bukur. Në çdo epokë, Kavaja ka pasur sfidat e veta, por Besa ka qenë gjithmonë flamuri që s'u ul kurrë, një flamur që valvitet në çdo brez, në çdo fush, në çdo zemër kavajase. Në këtë shesh që është kthyer në tempull kujtese, ne nderojmë jo vetëm klubin, por një qytet të tërë që e ngriti sportin në ideal. Ne nderojmë njerëzit që veshën fanelën me nder dhe njeriu që i mblodhet të gjithë në një libër të përjetshëm, Fatmir Ficën, kronikanin e ndritur, që dha Kavajës dhe Shqipërisë një monument jo për guri, as për mërmeri, por për shpirti, për i gjaku. Lavdi 100 viteve të Besës, nderim Kavajës e traditës, qytetit të Besës dhe burorisë, respekti gjithkoshëm për autorin Fatmir Fica, që ktheu kujtesën në art dhe dashurinë në histori. Roft Besa, roft Kavaja, roft futbolli shqiptar. Faleminderit. Faleminderit, zoti Qesja. E ndërkohë jemi në një fest, jemi në një ditë lindje shekullore, sepse duhet të bëhemi gati për pak atmosferë dhe sigurisht kur jemi në një fest, patjetër që nuk mund të mungoj kënga dhe vallja tradicionale e Kavajës dhe e dim se sa atmosferë bëhet në festat kavajase. Kështu që në këto momente do të vi grupi i kërcimit me koreografi të mirënjohur Ibrahim Roçi për të sjellë pikërisht një valle me motive kavajase.
pas ritmeve të valles, që na kujtojnë atë ritëm sportiv që na duhet në fushat e futbollit për të fituar një ndeshje. Kjo është për ne të Besës në këto 7 javë të para një lejt motiv. Për presidentin në radhë të parë, për futbolistët aktual në radhë të dytë dhe të tretët të vërtetët sportdashësit. Fitoret e Besës nuk do të vonojnë, ato do të vinë. Ndaj desha një duar trokitje inkurajuese për Besën aktuale. Ne do të kemi tani një këngë të bukur popullore që do të asjelin grupi i burrave të Kavajës dhe ritmet kënga popullore e Kavajës me traditë të shkëlqyer do të jetë tani pas valles një element tjetër që e zbukuron shpirtin e qytetarëve sportdashës. Do ta këndoj një emër që vjen enkas nga Amerika. Ai është një Kavajës, si që quajmë ndryshe, Den Babaden. Ilir Sallaku. Buqetje hona, Besa je në zemra tona, kolit i hurti mos ju ndaj, o sile kupë në Kavaj. Verdhe zit dalin në fush, sulmin ton se në laskush, shuna ton si uragani, o bojnë gol, o bohet nani. Besa, ti e zemra jon, gjithë Kavaja ty të don. Besa, ke bo histori, me fanellën verde zi. Besa, ti e zemra jon, gjithë Kavaja ty të don. Besa, ke bo histori, me fanellën verde zi. Talente ky qytet e qojnë topin drejt në rjet, lojtar me nivel botnor, për kombëtaren luajn futboll. Skuadra jon çdo kampionat shenon gol me rafishat, spektakël dina dhuron, gjithë stadiumin i peshe qon. Besa, ti e zemra jon, gjithë Kavaja ty të don. Besa, ke bo histori, me fanellën verde zi. Besa, ti e zemra jon, gjithë Kavaja ty të don. Besa, ke bo histori, me fanellën verde zi. Besa, ti e zemra jon, gjithë Kavaja ty të don. Besa, ke bo
histori me fanellën verdhe zi. Besa, besa, ti je zemra jon, gjithë kavaja ty të don. Besa, besa, ke bo histori me fanellën verdhe zi. Kemi përzgjedhur 11 lojtarët më të mirë të shekullit. Dhe kemi përzgjedhur një skem 4-3-3, por përpara se të shpjegojmë pak se si është bërë kjo procedurë, do doja të ftoja kryetarin e bashkisë zotin Fisnik Qosja dhe presidentin e Federatës Shqiptare të Futbollit Armando Duka, sepse ka një detyrë shumë të rëndësishme në këto momente. Përpara se të shpallim pikërisht 11-ën e shekullit dhe trajnerin e shekullit. E ndërkohë që kryetari dhe presidenti zënë vend pranë meje, ftoi edhe gazetarin dhe komentatorin e njohur Fatmire Fica për t'ju shpjeguar procedurën se si është përzgjedhur pikërisht kjo 11-e e shekullit. Faleminderit kolege, në fakt nuk kemi bërë ndonjë zbulim, por po e them me një gjuhë të pranueshme. Kemi fotokopjuar modelet më të mira që janë përdorur në këtë drejtim, pra në përcaktimin e lojtarëve për një shekull histori. Konkretisht, unë do që ky kriter, si pas 3 brezave që ndam, pjestuam 100 me 3, dhe na doli 33 pikë diçka e vogël me presje vjetore, po ka që ishin edhe votuesit për çdo brez, në fakt numri ndryshe nga parashikimi ynë 100, shkoj diçka më tepër 107. Me një komision tërësisht pa anshëm, me vota që i morëm në disa mënyra. Mënyra e parë me formular, mënyra e dytë duke patur adresën tonë të WhatsAppit, dhe mënyra e tretë e lirë, cili do që dëshiroj të sillte formacionin live tek ne, organizatorët, ndoqëm edhe këtë rrugë. Por, ajo që bie në sy është transparenca absolute. Së pari, siguruam lejen pa diskutim të krye bashkiaku i qytetit, njeriu që na solli në këtë 100 vjetor, në këtë fest madhështore që e shihem sonte të gjithë së bashku. Së dyti, ulëm komisionin të punojnë mënyrë të pavarur, dhe ata mblodhen votat duke patur një rezultat konkret për 11 më të mirët. Ndërsa, duhet them dhe diçka tjetër, për respekt të rastit, kryetari i veteranëve të futbollit të Besës Kavajës është portieri i nderuar, shumë i nderuar madje, Haki Arkaxhiu. Ne para se të përfundonte procesi, madje që para se të niste procesi, patëm një konsultim të gjërë gjatë me zotërin, vum pikat me hi, si që thot populli, dhe realizuam një proces që do të ndiqni tani se cili është rezultati konkret. Ftoj kolegen të zbardhë emrat një e nga një. Faleminderit Fatmir për shpjegimin e detajuar dhe mund të nisim me 11-ën e shekullit. Kryetari dhe presidenti do të bëjnë disa dhurata, prandaj kemi ftuar këtu përveç se fotos së shekullit, sepse në një çantë janë nga një fanell dhe nga një libër 100 vjet Besa dhe logon patjetër që e kam edhe unë këtu në krahun e zemrës. Dhe nisim me skemën 4-3-3, në port është Haki Arkaxhiu. Presim të ngjitet në skenë. Vjen zoti Haki Arkaxhiu, portieri i shkëlqyer i Besës, derisa të mbriktu unë po them disa detaje, një ndeshje me Partizanin. Ky burr që po ngjitet në skenë, mos e besoni po deshet. Panajot Pano i madh mbreti i futbollit shqiptar, në një ndeshje spektakolare 3-3, 3-0 pjesa e parë për Besën, në pjesën e dytë, Pano e sheh Arkaxhiun që kishte dalë nga porta. Bën një gjuetje nga distanca dhe Arkaxhiu arrin të pres topin duke dalë edhe mbi traun e sipërm të portës. Ky është Haki Arkaxhiu. Do të vazhdojmë me krahun e djathtë të mbrojtjes, është përzgjedhur Andi Lila, por që për arsye madhore nuk mund të jetë i pranishëm sonte.
Ndërkohë, do të shkojmë në krahun e majtë të mbrojtjes me Përparim Daiun. I mrekullueshmi Përparim Daiu, lojtar tepër potencial, me një fizik të shkëlqyer, por i ka ngjarë, për të mos thënë si e quajmë ndryshe, i ka prerë kokën babai i tij Xhavi Daiu. Një mjeshtër po aq i madh. Presim me duar trokitje Përparim Daiun. Ja dorëzon presidenti i FSHF-s zoti Armando Duka. Ja ku është dhe fanella. Me numrin 100, logoja. Një duar trokitje, ju lutem. Do të ecim me dy qendrat e mbrojtjes. I pari është Naim Allaj, por që për arsye shëndetësore... Gerta, desha të them diçka. Këtë moment që ne përjetojmë sonde këtu, ai e përjeton me lot nga Italia. Atje ku jeton bashkë me familjen, por më është lutur që për shkak të mosdhënies së lejes nga mjekja e tij, nga spitali pra, ka patur probleme shëndetësore, ai na mungon sonte. Por ka qenë një burr i madh futbolli si stoper në prapavijen e Besës. Ndaj një duar trokitje, ju lutem, edhe pse ai na mungon sonte. Dhe qendra tjetër e mbrojtjes është Shqyqyri Qerolli. Qerolli ka ndruar jetë, por ftoj vllain e tij Kujtim Qerolli të vi pra nesh, sepse Shqyqa, si e quanim ndryshe, ka qenë më shumë se një futbollist, ka qenë i mrekullueshëm si atlet. Edhe nuk do të harroj kur populli sportdashës i Kavajës. Shkojmë në mesfush. I pari që ngjitet është Dashnor Bajaziti. Vjen një nga legjendat, i madhi i të mëdhejve. Dashnor Bajaziti që sollin Kavaj jo vetëm futbollin, por edhe shkollën se si luhet futbolli, sepse ishte studenti i parë nga ILKF-ja. Ja dorëzon të dy, natyrisht, edhe kryetari ynë i bashkisë, edhe zoti Duka. Ju lutem nëse mund t'i hapim fanellat në çantat e tjera që mos humbim kohë. Na i sillni të hapura. Na i sillni të hapura. Ja ku është? Faleminderit Bajaziti. Faleminderit. Përshëndes edhe kryetarin e bashkisë, presidentin Duka, e falenderoj shumë për pjesëmarrjen dhe për stadiumin që do të na dhuroj. Vazhdojmë me mesfushën. Muharrem Karriqi. Legjenda, ikona, i mrekullueshmi, talenti i padiskutueshëm në 100 vite. Bënte spektakël në fush, bënte art. Ai luante në mënyrën më të mirë të mundshme. Golashënues, por një regjisor loje. Ja dorëzon presidenti Armando Duka. Qëndro dashi, nuk do zbres askush. Dhe do të eci me një tjetër mesfushor, ai është Nimet Mërhori. I vogël në dukje, por aq i madh në fush, një strateg i sulmit Kavajas. E kanë klasifikuar mesfush për arsye se Nimeti gjithë linjën e majt e bënte në mënyrën më perfekte. Godiste shkëlqyeshëm dhe një gjë Nimet para se të shkosh. Të lutem kthejo nga populli, është golashënuesi më i miri i Besës në ndeshjet ndërkombëtare. Një foto me fanellën, pa tjetër. Pa tjetër. Ja dhe malli midis miqve të vjetër. Dhe do të shkojmë në sulm. Ndërkohë që edhe Mërhori bën foton e tij. Altin Raklli. I madhi i Kavajës, i pari shqiptar që zbarkoi në Bundesligën gjermane.
Ky është Altin Rakli, golashënues i shkëlqyer i kombëtares shqiptare me 13 gola dhe 63 ndeshje. Ja dhe Altin Rakli që zë vëndin e ti edhe merr këtë foto kujtim në 100 vjetorin e klubit të ti. Ndërkohë një tjetër sulmues që ka bërë mirë jo vetëm me Kavajën, por edhe me kombëtaren është Sokol Cikaleshi, por që për shkak të impenjimeve të tij futbollistike nuk mund të jetë i pranishëm këtu, por i padiskutueshëm kontributi i tij. 2 fjalë për Cikaleshin, është njeriu që luajti Evropianin e parë me Shqipërinë. Mund të kishte luajtur edhe të dytin, nuk ndodhi, por sigurisht jeta e tij, sportiviteti i tij, kultura e tij meriton një duartrokitje. I fundit në sulm është Dimitër Dimroci. Ftoj Ela djali, ka ardhur Elidoni. Mit Dimroci është sallaksi më i papërsëritshëm në futbollin shqiptar, jo vetëm Kavajas. Dhe ai fashon e majt vërtet shkëlqente për talentin, për teknikën, për golat, edhe me qenë se Elidoni unë gjitë, një ngjarje fare e shkurtër. Në vitin 63, 2-1 për Tiranën, finalja e parë në Tiranë. Minuta e 83, Dimroci mbledh Besën, e lidh me Besa Bes, ndryshon në rezultati, Besa fiton 3-2 në finalin e parë. Në të dytën, ndodhi një ngjarje e pazakont që u përmend në dokumentar, ndaj dhe nuk po i rikthehem. Më lejoni tani. Jo, kemi akoma. Kemi dhe trajnerin tani 11 e shekullit, si mund të jetë pa një trajner të shekullit? Është përzgjedhur trajneri i shekullit Hasan Germani, që do të ngjitet bashkëshortja, kam përshtypjen apo jo? Vjen djali, Gentiani. Okej. Atëherë, Gentiani duhet jetë krenar, jo vetëm ai, si djali profesorit ton të dashur, por gjithë Kavaja, sepse kur Besa luante në superiore me një trajner të tillë, ishin dikur normat fizike, pa të cilat nuk hyen në kampionat. Besa ishte e para në normat fizike, asnjë skuadër tjetër nuk ja kalonte. Tani Fatmir është fjala për ty. Unë edhe dosjen e hoqa, sepse më lejoni zanatin tim prej 46 vjetësh ta zhvilloj tani pa letër. Mes 3 legjendave, të mëdhej, shumë të mëdhej, jo vetëm të Kavajës, por edhe të Shqipërisë. I pari vjen pranë mikrofonit zoti Muharrem Kariqi. I dyti vjen pranë mikrofonit legjenda tjetër, Dashnor Bayaziti. I treti vjen pranesh Altin Rakli. Bëm këtë përzgjedhje për të respektuar 3 brezat. Rene, nuk du të lodh. Çfarë përbën ty për ju ky 100 vjetor, këto emocione që po i përjetoni sonte me kaq shumë miqve, shokve, dashamirësve dhe mbi gjitha tifozëve tanë të dashur. E vërtet është ne nuk e kishë shku me në që ti të bëjshë këte, kush e ka bo. Po, shki ka. Po, kanë bo gjonë më të bukur kanë bo. Se këtë hy, po më plasim ne. Gjonë më bukur kjo është. Po të vazhdojmë për herë, a ishë më mirë është. Edhe po shkohën njerëzit edhe e shofi për qikë më afër shishojën. Merakun tënë sonde e hoqe, e pam dhe stadiumin e ri. Nuk ka më lot për Muharrem Kariqin. Tani do të ketë vetëm lumturi kur të presim shiritin e këtij stadiumi që e pam sa modern do të jetë. Dhe kryetari bashkisë ka thonë të ta bëj pse s'bën të stadiumin. A bëjës këp. E mbajti fjalën. Da bëj stadiumin. Pa diskutim. Kalojte, faleminderit zoti Muharrem, zoti të dhënë shëndet dhe vlerat tuaja, ajo performancë e shkëlqyer kur nuk do të harroj Kavaja dhe Shqipëria. Zoti Bayaziti, ti vjen këtu në 2 pozicione tjera që janë kampion Ballkani me Shqipërinë U21,
3 gola dhe 2 asiste, por edhe një pozicion publik që e ndërën shumë njerës, por që nuk është e arrin aq lehtë. Ke qenë dhe zëvendës ministër i sportit në Ministrinë e Kulturës dhe Sporteve. Por te i futbolit, duam edhe një emocion të vogël për këto 2 ngjarje që unë përmenda. Fatmir, faleminderit. Kjo është një ditë e veçantë, një datë shumë e shënduar që do mbetet gjithmonë në kujtimet tona. Në radhë parë, unë përshëndes dhe falenderoj pjesëmarrësit, zotin president, kryetarin e Bashkisë Kavajës, zotin Armando Duka, FSHF-s, deputetët që na kanë nderuar me pjesëmarrjen e tyre dhe të gjithë pjesëmarrësit të ftuarit nga rrethet edhe veteranët futbollit. Kjo është një ditë që më kujton kur isha veti vogël, më kujton të gjithë futbollistët e Kavajës me shumë nostalgji, me shumë emocion dhe më kujtohet dhe vetja ime. Kështu që kjo ditë do të mbetet një ditë e shënuar, një ditë e veçantë. Shumë falenderime për pjesëmarrësit, në veçanti për kryetarin e bashkisë që dhe zotin Armando Duka. Armando Duka në falenderoj në 2 aspekte. Arriti atë që ne brezat me radhë nuk e kena bërë 2 herë pjesëmarrës në Europian dhe po na dhuron një tjetër qytetit Kavajës, stadiumi i ri. I uroj punë të bardhë dhe suksese, por i kërkoj dhe diçka që të bëhet dhe pak tifoz me Kavajën. Faleminderit, gëzuar festën. Faleminderit zoti Bajaziti, me Raklin unë kam një emocion ndryshe. Nëse Muharrem Kariqin e kam përjetuar me gjysmë karriere, Dashnor Bajazitin me 3 çelëk karriere, për Altinin jam 100% tek e plot karriera e këtij futbollisti, që lindin Kavaj, u rritën Kavaj, fitoj gjithçka në Kavaj për të bërë një karrierë të madhe në Gjermani dhe jo vetëm. Altin, emocionet tuaja kur i kthehesh kaq kohë prapa. E the shumë bukur që u linda, u rrita, u përgatita këtu qytetin tim Tindjes që unë s'doja harroj kurrë, e thash dhe pak më parë. Por nuk e dhash aq sa duhet, dhash më shumë për Gjermanitë. Kështu që ky është peng. Mos japësh atë që mora nga këta, nga ky qytet, nga këto njerëz, nga ato trajnerët e mi që më përgatitën dhe uroj të paktën inshallah do kem shansin në të ardhmen që t'jap diçka më shumë për këtë qytet, në pozicion tjetër. Edhe një pyetje tjetër që e di e ke patur shumë merak. Ti e nisi karrierën në Kavaj dhe erdhe ta mbyllje në Kavaj. Diçka për këtë që themi ne burrat e rëndojnë tek ajo pjesa e vendlindjes. Ky hap, pse u zgjodh në atë kohë, pikërisht për këtë që ndoshta lojtarë tjerë se kanë bërë? Guri rond vend vet. Gjatë Beshdili e di shumë mirë që kur erdha në Kavaj, erdha me objektiv për ta mbyllur aty kam filluar. Patjetër që nuk ishte dëshirë me të mbyllta ashtu si u mbyll, megjithatë se kisha, me thënë drejtën, kisha akoma mundësi të luaja për qytetin tim, por ajo që ndodhi, çrëndësi ka. Tash ideja është që lajmet e mira për stadiumin e ri që na dha presidenti me kryetarin e bashkisë është besoj lajmi më i mirë dhe më i gëzueshëm për gjithë ne, për tifozat e Kavajës në radhë parë, për lojtarët e Kavajës sepse janë pa shtëpi. Janë pa shtëpi dhe pa shtëpi nuk rrihet. Ndoshta edhe situata që ka ardhur deri këtu ka ardhur nga që nuk ka një shtëpi, nuk ka stadium. Gjithë ëndra e çdo lojtari, çdo futbollisti, por çdo tifozi është të ketë një stadium që të bën të krenuosh me atë. Dhe unë i falenderoj nga zemra, sinqerisht të dy burra këtu që po bëjnë këtë gjë dhe po japin qytetit atë që meriton. Dhe do vi futbolli i Kavajës sepse gjithë ata që njerëz që janë këtu janë shesh për besën e Kavajës dhe nuk do e lejmë kurrë mbal besën e Kavajës. Pikërisht në këto momente të vështira dhe uroj nga zemra që gjithë ne bëjmë atë që kemi në dorë me bërë, të japim suportin dhe mbështetjen e dur kësaj skuadre që të shkojë aty ku është bashkë me stadiumin e ri paralel. Ju faleminderit gjithë për mbështetjen që më keni dhënë gjithkohon. Tifozat e Besës Kavajës, pavarësisht se nyra kam dhënë mbrapsh, keni mbështet me ekipin kombëtar më shumë se sa me Besën dhe për këtë ju falenderoj nga zemra edhe në emër të lojtarëve të mi, Daju me shok e brezit tim të ri. Faleminderit. Altin të falenderoj dhe para se të marrë fjallën kolegja, çfarë ndodhi pas kuintave si që quhen ndryshe? Sa po mbritin Kavaj, kolegja ime, e nderuar, një gazetare e shkëlqyer e sportit,
u njoht me kolektivin tonë që quhet ndryshe Drejtoria e Kulturës dhe Sporteve, pa shumë gra dhe vajza. Por nuk pa drejtorin, nuk pa dhe përgjegjësinë e sporteve, që quhen Gentian Jaupi, drejtori, dhe Meglit Mihani, përgjegjësi i sporteve. U dha një kompliment grave dhe vajzave, Jessica mbriti pak me vonesë, unë do t'i kërkoj tani që të na mirë kuptoj, një falenderim ju shkon dhe ju, Jessica mi fjiu, që keni një baba shumë sportdashës, dhe duke përmendur baban e Jessicës, i qoj këtë mesazh të gjithë burrave tifoz të Kavajës të mrekullueshëm, që po e them me një gjuhë që e thot Kavaja. Kavajasit edhe pa buk mund të rinë, por pa futbol kurrësi. Faleminderit Fatmir për gjithë pasionin që solle edhe një herë në këtë skenë. Jemi me 11-ën e shekullit për pa diskutim mirënjohje për të gjithë futbollistët nga i pari dhe tek i fundit që për breza me radhë kanë kontribuar në suksesin e këtij klubi me shumë traditë dhe me shumë emër. Kemi mbritur në fund të kësaj feste, të kësaj ditëlindjeje, por me shpresën e madhe, dhe këtë siç e tha dhe Presidenti i Republikës, është detyrë për Presidentin Bishdili, që Besa të filloj të krijojë një cikël të ri me rezultate të mira për të kthyer edhe një herë aty ku i takon në elitën e futbollit shqiptar. Gëzuar 100 vjetori Besa, gëzuar Kavaja. Faleminderit që ishit me ne. Gjithmonë të dua ty bes plot me histori, kudo në stadium